Imagjinoni të jeni duke notuar qetësisht në liçenin tuaj të preferuar, kur pabritmas forca e gravitetit sfidohet dhe uji fillon t'ju gëlltisë drejt një humnere të errët nën sipërfaqe. Davidi mendoi se po vdiste, por ajo që gjeti në fundin e asaj grope thithëse ishte fillimi i një misteri që do të sfidonte çdo ligj të kohës dhe arsyes. Një njeri i haruar nga bota, një qytet non-toksor i ndërtuar me baltë dhe sekrete që kanë qëndruar të fshehura prej dekadave. Pse ky burr nuk kishte dalë kurrë në dritë, dhe si është e mundur që javët në errësirë lart në sipërfaqe zgjasnin vetëm pak ditë? Qëndroni me ne për të zbuluar udhëtimin tronditës të Davidit në zemrën e tokës. David po kalonte një kohë të mirë duke notuar në liçen, kur papritmas u tërhoq poshtë në një grop të thellë thithëse nën ujë. Por ajo që ndodh më pas në gropën e errët ishte përtej çdo gjëje që ai mund të ishte imagjinuar. David nuk kishte asnjë shqetësim në mendje, ndërsa bënte xhirot e tij në një liçen aty pranë. Ai notonte në këtë liçen pothuajse çdo të diel pa pasur kur asnjë problem, por pak e dinte ai se do të ishte drastikisht ndryshe nga të tjerat. Ndërsa po notonte kthehej drejt të bregut, ai papritmas kuptoi se nuk po afroi fare, pavarësisht se sa fort notonte. Nuk I deshte shumë kohë për të kuptuar se uji po e tërhiqte prapa në vend, që të rrithte bashkë me të ndërsa notonte. Ai shikoi pas tij I konfuzuar dhe u ndesh me një vrull paniku. Pas tij një grop thithëse po formoi dhe po bëhej më e madhe në çdo sekond. David u përpoq të notonte sa më shpejt që të mundte, por asgjë nuk po funksiononte. Ai u përpoq të bërtiste për ndihmë, por një nga arsyet pse I pëlqente të notonte në këtë liçen ishte se ishte gjithmonë shumë qetë. Ndërsa po përpiqej të luftonte rrymë, ai ndjehu trupin t'i dhimbte dhe mbeti pa frymë. Ai kërkoi dëshpërimisht për diçka nën sipërfaqen e ujit për t'i kapur dhe mbajtur, por çdo bimë e vogël që këpute dhe kapte, ajo këputej. Barku ju drodh, kur ndjehu këmbët t'i uleshin brenda gropës thithëse. Mund të duheshin vetëm sekonde dhe ai do të gëlltitej nga vetë toka. Atëherë, ai më në fund kapi diçka që ishte mjaft e fortë për t'u mbajtur dhe për ta mbajtur peshën e tij. Ai qëndroi I varur mbi gropën thithëse, duke parë poshtë në errësirë nën të, me zemrën që I rrihte fort, ndërsa mendonte një mënyrë për të shpëtuar veten. Ndërsa qëndronte I varur aty, ai vuri re se si gropa thithëse po mbushej ngadalë. Mendoi se uji do të arrinte nëse do të mund të mbahej mjaftueshëm gjatë. Papritmas, ai ndjehu duart t'i rrëshqisnin ngadalë. U përpoq të shtrëngonte kapjen, por kjo vetëm sa e përkeqësoi këtë. Para se ta kuptonte, duart I rrëshqitën plotësisht dhe ai ra në gropën thithëse. Ai goditi ujin poshtë tij me një zhurmë dhe u orientua paksa ndërsa po përpiqej të notonte përsëri drejt sipërfaqes. Ndërsa duart e tija thyen sipërfaqen e ujit, ai nxori kokën dhe u mbyt për ajër. Zemra po I rrihte fort dhe mendja po përpiqej të kuptonte se çfarë po ndodhte. Ai duhej të dilte nga uji sa më shpejt që të ishte e mundur. Ndërsa u qetësua, ai shkoi rreth tij, ishte definitivisht brenda gropës thithëse pasi ishte I rrethuar nga mure me baltë. Ndërsa vështrimi I tij ndoqi atë deri në maj, ai kuptoi se I gjithë liçeni ishte derdhur në gropën thithëse dhe fundi I liçenit tani ishte I dukshëm. Notoi drejt një prej mureve me baltë dhe u përpoq të gjente diçka ku mund të kapej, por çdo gjë ishte shumë e rrëshqitshme. Bërtiti për ndihmë, duke shpresuar se dikush do ta dëgjonte dhe do ta vërente vrimën gjigante në liçen. Kur nuk erdhi asnjë përgjigje, pas disa minutash bërtisje, paniku e pushtoi. Këmbët filluan t'i mpiheshin dhe ai e dinte se po I mbaronte koha.
Për të kursyer pak energji, ai u kthye në shtëpinë, duke u dhënë këmbëve pak nga pak për t'u çlodhur. Ndërsa po qëndronte ashtu duke parë liçenin dhe duke menduar dëshpërimisht se si në botë do të dilte ndonjëherë prej andej, papritmas dëgjoi diçka pas tij. Mirë se erdhe edhe ti. Davidi u ngrit menjëherë dhe u kthye prapa. Pastaj pa një burr në moshë. Por ai nuk ishte në ujë. Ai ishte ulur në hyrje të një tuneli, duke parë me mirësi poshtë drejt Davidit. Kush? Si? Ai tunel nuk ishte aty para pak minutash, bërtiti David. Mendja e tij nuk mund ta rrokte se si tuneli mund të ishte shfaqur nga hiçi. Emri im është Shegi. Merre dorën time. Shegi zgjati dorën dhe David e morri me hezitim. Ai e tërhoqi lart dhe ishte ende shumë i konfuzuar ndërsa ulej brenda tunelit. Kush jeni ju? Si është e mundur kjo? Kjo, tha Shegi, ndërsa shikonte rreth tij. Kjo është shtëpia ime, ose një pjesë e saj. Ndjeva tokën të dridhej, kështu që mbylla shpejt të gjitha tunelet e mia që ujë të mos përmbyste shtëpinë. Kur dridhjet ndaluan, e dita që ishte e sigurt t'i hapja përsëri. Kështu bëra dhe pastaj të gjeta ty dhe ja ku jemi. A e keni seriozisht? Tha David, ndërsa shikonte i konfuzuar burrin. Por ndërsa e thoshte këtë, ai vuri re se sa i pist dukej burri në të vërtetë. Duart dhe thojtë e tij ishin të mbuluar me bardh dhe ishte e qartë se ai nuk ishte lart për një kohë shumë të gjatë. Ai gjithashtu nuk ishte qethur prej vitesh, pasi flokët e tij pothuajse i arrinin deri tek bëryllat. Sigurisht që e kam seriozisht, tha Shegi. Eja, do të tregoj vendin. Ai mblodhi flokët topuz dhe u ngrit. Shtëpia ime e vërtet nuk është larg prej këtu. David hezitoi. Ai ishte vërtet gati të ndiqte një burr të huaj në një sistem tunelesh nëntoksor ku nuk e njihte rrugën? Pastaj ai shikoi përsëri poshtë ujit dhe mendoi se çfarë tjetër mund të bënte. Apo vjen? Thiri Shegi. Ai kishte filluar të ecte brenda tunelit. David e ndoqi shpejt nga pas. Ndërsa ecnin nëpër sistemin e tuneleve, ai u përpoq të mbante mend çdo kthes që bënin, por ishte shumë e vështirë. Tunelet ishin mezi të ndriçuara dhe çdo gjë dukej njësoj për të. Pastaj Shegi ndaloi papritmas. Arritem, të lutem, mos prek asgjë. Pastaj ja ktheu një qoshe dhe aty hyn në një dhomë të madhe nëntoksore. Dhoma ishte e mbushur me mobilje të bëra nga dheu dhe shkopinjt. Kjo është shtëpia ime dhe juaja, e pyeti David burrin. Pothuajse i shtangur nga të folurat? Po, kam pothuajse 5 vite që nuk dal në botën e vërtet, u përgjigj Shegi. Po si hani? Shegi buzëqeshi. Toka më siguron çdo gjë që më duhet. Duke udhëhequr Davidin më tej në dhomë, Shegi tregoi një pajisje të zgjuar të bërë nga rrënja dhe gjethe të ndërthurura, që kalonte pikat e ujit të shiut në një qyp balte. Putja e vetë natyrës, buzëqeshi ai. David ishte një lloj i mahnitur nga rreshtet e gurve të mëdhej, të shesht ku lulëzonin këpurdha të formave dhe madhësive të ndryshme. Kapelet e tyre si ombrell ishin të hapura gjerë në dritën e dobët. Qemeri i tokës, bëri shaka Shegi. Ishte qartë se kjo mbjetesë inovative e mahniti Davidin. Përtej kuzhinës, një kalim në formë harku hapash drejt dhomës së gjumit të Shegit. Një krevat i punuar me mjeshtri nga dheu i ngjeshur ishte imbuluar me shtresa gjethesh të thara, duke siguruar një jastëk të butë. Rafte balte dhe guri shfaqeshin me sende personale, një dëshmi e viteve të tij nëntoksore. Çdo copë ka kuptimin e vet, vërejti Shegi. David kaloi gishtat të mbi muret prej balte, duke ndjerë teksturën e ftohtë dhe të ashpër dhe duke kuptuar ekuilibrin delikat të vetmisë dhe komoditetin që Shegi kishte krijuar.
Një tjetër zgavër zbuloi koleksionin e çmuar të Shegit. Rafte libresh të gëdhendur në mur shfaqeshin libra të vjetruar, faqet e tyre të zverdhura dhe kopertinat e grisura. David nxori një vëllim, titulli i të cilit mezi lexohej. Shegi vuri re, libra nga bota e jashtme, lidhja me të kaluarën time. Disa ishin mbështjell me përpikshmëri, me gjethe për t'i mbrojtur nga lagështia. Për Davidin kjo bibliotek simbolizonte respektin e thellë të burrit për njohurit pavarësisht izolimit. Shegi e udhëhoqi Davidin në një dhomë rrethore, murët e secilës ishin të lëmuara. Fol, e nxiti Shegi. David hezitoi para se të thoshte një fjalë, zëriti u kthye mbrapsht, i zmadhuar dhe i deformuar, duke krijuar një efekt të jashtëzakonshëm. Dhoma dukej se kishte pulsin e vet, duke amplifikuar çdo tingull. Mund të jetë shqetësuese, por edhe magjepsëse, komentoi Shegi. David pohoi me kokë, i intriguar nga truket dëgjimore të dhomës, duke u ndjer si i mahknitur, aq edhe pak i shqetësuar. Ndërsa guxonin më thellë, David u përshtat me simfoninë e nëntokës. Pikimi ritmik i ujit bënte jehon në distancë dhe zhurmë të butë, ndërsa zhurma e insekteve nëntoksore u bë e dukshme. Her pas her një rrymë e butë ajri lëvizte gjethet e thara. Orkestra e vetë natyrës, pëshpëriti Shegi, me zërin e tij mbushur me respekt. Për Davidin, këto tinguj ishin një kujtesë qetësuese e pulsit të botës, madje edhe në shpellat më të thella. Duke u vendosur pranë një vatre zjarri, flakët e së cilës udhëheqeshin nga këpurdhat fosforescente, fytyra e Shegit mori një shkëlqim nostalgjik. Flakët kërcejnë ndryshe këtu poshtë, filloi ai. Ashtu si tregimet e udhëtimit tim. David, i magjepsur, e bëre mjedisin të dukej edhe më surreal. Dikur ecja aty ku ecën ti. Tani, filloi Shegi me një vështrim të largët në sytë e tij. Lart isha një arkeolog, qytetet e lashta nëntoksore ishin specialiteti im. David dëgjoi me vëmendje duke imagjinuar një Shegi më të ri, duke gërmuar me eksitim në paranoja, i etur për të zbuluar botë të humbura. Tronditja e zbulimit, tërheqja e të panjohurës ishte dehëse, kujtoi Shegi. Por një ekspedit, vazhdoi Shegi, më nxori rrugësh, i magjepsur nga një seri shpellash, u ktheva më thellë. Çdo kthes premtonte diçka të mrekullueshme. Zëri i tij ishte një dos pishmani, por shpejt rrugët u ngatruan dhe drita e ditës u bë një kujtim. Zemra e David u lëndua duke vizualizuar dëshprimin në rritje të Shegit, ndërsa bota sipër u zbe. Ditët u kthyen në javë. Vetëm më pak furnizime u përball me një vendim. Shegi ndaloi duke marrë frymë thellë. Në vend që të kërkoja pafundësisht një dalje, zgjodha të përqafoja errësirën, të krijoja një jetë këtu. David u përpoq të kuptonte thellësinë e asaj zgjedhjeje, guximin që duhej për të kujtuar dhe për të krijuar një shtëpi në një izolim të tillë, të jetonte jashtë rrjetit, i shkëputur nga kërkesa e shoqërisë. Është çliruese, mendoi Shegi me zërin e tij të fortë dhe të qartë. Këtu poshtë gjeta paqe, një thjeshtësi që botës sipër shpesh i mungon. David po mendoi, i ndarë mes dëshirës së tij për t'u kthyer lart dhe kuptimit të lirisë për të cilën fliste Shegi. Tërheqja e nëntokës ishte e pamohueshme, qetësia e saj një kontrast i fortë me botën e zhurmshme që David njihte dikur. Duke u rrotulluar në shtratin e tij prej dheu, David përndiqej nga tingujt e huaj të shpellave. Zhurmat dhe pikimet tani dukeshin të frikshme, çdo zhurmë e papritur e zgjonte dhe hijet dukeshin se shndroheshin në forma të panjohura. Gjumi mbeti i vështirë, ndërsa mendja e tij në ndërgjegjshëm luftonte me mjedisin e huaj, duke thelluar ndjenjen e shqetësimit. Duke vëzhguar Shegin, David vuri re mërmuritjet e tij të shpeshta sekrete me vete. Çdo fjalë e pëshpëritur dhe vështrimi i fshehtë thellonte ndjenjen e mosbesimit të Davidit.
A ishte shegi vërtet miku i tij, apo kishte diçka më shumë që fshihi nën sipërfaqe? Sjellja kriptike e burrit më të vjetër ngriti pyetje dhe ushqiu shqetësimet në rritje të Davidit. Emocione konfliktuale vlonin brenda Davidit. Nga njëra anë, shegi kishte treguar një botë të mrekullueshme nën toksore, por nga ana tjetër, sjellja e tij ishte gjithnjë e më enigmatike. Trazira e brendshme ishte e pamëshirshme. Ai po tregonte Davidit mos mirënjohje apo instinktin e tij për vetëruajtje që po jepte alarm, ndërsa endeshin nëpër tunele. David ndjeu i vëzhguar rrëpëllima të shkurtra, lëvizje mezi të paperceptueshme në periferi të shikimit të tij, e mbante një ankth. A ishin ata vërtet banorët e vetëm të këtij mbretërimi të madh nën toksor? Apo kishte qenë e padukshme që vëzhgonin në heshtje çdo lëvizje të tyre? Prania dikur qetësuese e shegit tani shkaktonte ankth. Çdo vështrim i ndar ishte i rënd me tensione të pathëna. Fjalët u bën të pakta, të zavendësuara nga heshtja të gjata dhe të pakëndshme. Lidhja e formuar fillimisht në mrekulli të ndërsjell po bëi gjithnjë më e brisht, ndërsa dyshimi mjegëllonte mendjen e Davidit. Ndërsa eksploronte i vetëm, David hasi në një mur të mbuluar me vizatime të zbehta, modele dredha dhe simbole që aludonin për një hartografi të lashtë. A mund të ishte kjo një udhëzues? Zemra i rahu fort, duke ndjerë një mundësi brenda atyre gdhendjeve kriptike. Me padurim, David filloi të riprodhonte simbole mbi një copë pergamente të vjetruar që gjeti. Çdo goditje ishte mbushur me shpresë dhe parashikim. Ndërsa vetëm ndoshta këto vizatime mbanin sekretin për të gjetur rrugën e kthimit në botën tjetër. Duke ulur me skicat e tij, David filloi të deshifronte simbolet, shtigje që mbi vendoseshin, pika referimi dalluese dhe modele të përsëritura filluan të shfaqeshin si një mister. Ai bashkoi fragmente, duke shpresuar të hartonte një rrugë drejt lirisë. Elacioni dhe friga vërshuan përmes Davidit, nëse interpretimet e tij ishin të sakta, ai mund të kishte një rrugdalje. Por me këtë zbulim, erdh pesha e vendimit, mundësitë e arratisjes dhe rreziqet që e shoqëronin dukshëm ishin të mëdha. A duhet t'i ndante gjetjet e tij me shegin, apo t'i mbante për vete? Besimi tani ishte një luks që nuk ishte i sigurt nëse mund të përballonte. Bota e shegit ishte këtu, por David kishte mall për qiellin. Dilema e mundonte, të besonte apo të vepronte në fshehtësi. Me fshehtësi David filloi të grumbullonte gjëra thelbësore, këpurdha ndriçuese për dritë, këpurdha të ngrënshme për ushqim dhe ujë shiu. Çdo send i mbuluar ishte hap më afër emancipimit të tij potencial, një manifestim i prekshëm i vendoshmërisë së tij. Duke përdorur burimet e disponueshme, David punoi vegla rudimentare, një gur me tetë mprekta për të prerë, rënje të ndërthurura për litar dhe dhe të ngjeshur si shënues. Ai e dinte se këto do të ishin të pashmueshme për të lundruar në labirinthin përpara. Duke kujtuar sistemin inxhinier të mbledhjes së shiut të shegit, David vendosi që rebeshi i radhës do të ishte sinjali i tij. Zhurmat e ujit do të maskonin lëvizjet e tij, duke siguruar devijimin e përsosur për arratisjen e tij. Në një zgavër të izoluar, David fsheu furnizimet e tij të mbledhura, të futura larg syve kurreshtar, ishte rezerva e tij e shpresës. Ai e vizitonte shpesh atë vend, çdo herë duke përforcuar vendoshmërinë e tij për të çliruar. Ndërsa koha po afrohej, David përsëriti mundërisht planin e tij, duke reflektuar mbi gjithçka që kishte vëzhguar dhe mësuar. Ai fortifikoi shpirtin e tij, me çdo moment që kalonte, ai bëhej më i vendosur gati për të nisur udhëtimin më vendimtar në jetën e tij. Sytë e shegit, më parë të mbushur me ngrohtësi, tani dëpërtonin te Davidi me një përzierje lëndimi dhe akuzimi. Të kam parë David, zëri i shegut dridhej, duke u përgatitur, duke u fshehur, duke bërë plane. A mendon kaq pak për mua? Pesha e përvojave të tyre të bashkuara vare i rënd në ajrin e ftohtë dhe të lagësht. Zëri i Davidit u drodh nga emocioni.
Ti do të më mbash këtu, apo jo? Një lloj si ti, të humbur dhe të harruar? Fjalët e tyre bënin një hon në hapësirën e shpellës. Çdo akuzë shtohej në atmosferën e trashë të mosbesimit. Me sy të ulur, Shegi përshpëriti. Kam qenë vetëm për aq shumë kohë. Heshtje të çmend. Nuk doja të mbaja të bllokuar, por mendimi i asaj zbrazëtir që kthehet. Zëri i tij u zbe, duke zbuluar një vulnerabilitet që David nuk e kishte parë më parë. Nuk jam armiku yt, ju lut Shegi, me lotët që i rritnin në fytyrën e mbuluar me dhe. Qëndro David, le të gjejmë një rrugë bashk. Zëri i tij ishte i ngarkuar me shpresë dhe dëshpërim, duke zbuluar thellësinë e izolimit të tij. Ndërsa David e ndjeu një therrje simpatie, dëshira e tij për liri mbeti e paprekur. Nuk mund të qëndroj Shegi. Duhet të gjej rrugën e kthimit. Shkëmbimi i tyre i fundit ishte i ngarkuar me intensitetin e dëshirave dhe ëndrave që përplaseshin. I armatosur me skicat dhe veglat e tija, David u hodh më thellë në tunel gjarpërues. Çdo kthes ishte një bixhos, ndërsa mbështetej tek kujtesa e tij dhe simbolet e lashta për ta udhëhequr. Sa më tej që shkonte, aq më shumë shpella dukej se e merrte jetë. Përshpëritjet e lehta bënin një hon dhe hijet kërcejnë pak përtej fushës së tij të shikimit. Çdo hap kërkonte guxim të jashtëzakonshëm, duke e ditur se e panjohura fshihej kudo përreth. Rapollimat të papritura dhe figura që lëviznin drejt sinjalizonin praninë e banorëve nën toksor. David shmangu për pak disa përballje, me zemrën që i rikte fort, me çdo rrezik të afërt, ndërsa shmangej dhe fshihej nga kërcënimet e padukshme. Ndërsa udhëtonte, koncepti i kohës u tret, ditë, javë, ngjashmëria e tuneleve, me vetë shkëlqimin e zbekt të këpurdhave për të ndriçuar rrugën e bënte të pamundur përcaktimin. Edhe pse dëshpërimi kërcënonte të merrte kontrollin, shpirti i Davidit mbeti i pathyer. Mendimi i dritës së diellit, qive të hapur dhe liris e shtynin atë përpara, madje edhe në momentet e tija më të errta. Pikërisht, kur çdo gjë dukej e humbur, një dritë e zbekt vezulloi në distancë, duke u bërë më e ndritshme me çdo hap. Ajo premtonte botën jashtë dhe ushqente vendosshmërinë e Davidit. Me një shtysë të fundit, Davidi doli nga nën toka, duke u mbytur, ndërsa ajri i pastër mbushi mushkritë e tij. Ndjesia e fllatit të butë dhe pamja e një qielli të hapur ishin jashtëzakonisht të bukura. Nën toka zëvendësua nga një pyll i madh, pemë lartësoheshin mbi të dhe tinguj të panjohur e rrethonin. Ai vazhdoi përpara, i shtyr nga shpresa e qytetërimit. Duke hasur në një qytet, David u prit me habi. Për të, ai ishte një fantazmë nga e kaluara, një burr i supozuar i humbur prej kohësh. Reagimet e tyre, një përzierje shoku dhe gëzimi, solidifikuan për masën e udhëtimit të tij të pabesueshëm. Shoku i Davidit ishte i prekshëm kur njerëzit e qytetit zbuluan se ai kishte munguar vetëm për 2 javë. Në mendjen e tij, tunelet e pafundme dhe qoshet e errta kishin zgjatur për muaj të tërë, duke sfiduar vetë perceptimin e tij për kohën. Gjatë një vakti të ngrohtë, një grua e moshuar tregoi tregimin për famën e Shegit, dikur një arkeolog i shkëlqyer. Ai ishte i famshëm për zbulimin e tij të qytetërimeve të lashta nën toksore, duke lënë shenjën në botën sipër. Megjithatë, 20 vjet më parë, ai u zhduk pa lënë gjurmë gjatë një ekspedite. Askush nuk dinte për fatin e tij. Mendja e shkëlqyer e humbur në vetë tunelet që dashuronte, derisa kthimi i Davidit hodhi dritë mbi misterin. David mendoi për ndikimin e thellë të izolimit në perceptimin e kohës, se si në qetësinë e shpellave, ditët ishin ndjerë si muaj, ndërsa bota sipër kishte mbetur pothuajse e paprekur. Ndërsa David dëgjonte, zemra i mbushej me simpati. Pesha e vetmisë së Shegut u bë e dukshme. 2 dekada heshtje me vetëm kuptimin si shoqërues zgjuan një empati të thellë. I shtyr nga një përzierje faji dhe detyre, David u ndjej i detyruar të kthehej në gropën thithëse në historinë e Shegit të freskët në mendje. Ai filloi të organizonte një mision shpëtimi, i bashkuar nga një ekip shpëtimtarësh me përvojë.
Davidi i udhëhoqi ata nëpër tunelet e njohura për to, por ishin shumë augurzeza. Një udhëtim shlyerje i priste. Duke arritur te dhoma e shegit, i gjetën ato tmerrsisht boshe, krevati, mobiljet e improvizuara, çdo gjë ishte e paprekur, por pa jetë, duke bërë jehon të një zbrastire të rrallë. Orët u kthyen në ditë, ndërsa ata kërkonin më thellë. Çdo korridor dukej se mbante një përshpëritje të shegit, por ai mbeti një hije, gjithmonë jashtë mundësisë për t'u kapur. Në një zgavër të fshehur, ata gjetën një shënim drejtuar Davidit. Fjalët e shegit ishin të sinqerta, duke shprehur mirënjohjen e tij për shoqërinë e shkurtër dhe duke nxitur Davidin të jetonte i lirë. Ai shkroi për zgjedhjen e tij për të mbetur në nën tokë, shtëpinë e tij të vërtetë. David, i ndryshuar përgjithmonë, vendosi të shkruante udhëtimin e tyre të përbashkët. Nga faqet doli një tregim besimi, dëshpërimi, shprese dhe kuptimi, legjenda e shegit të pavdekshëm, një dëshmi e shpirtit njerëzor, qëndrueshmërisë dhe lidhjeve të formuara në vende më të papritura.